njerëzit e kanë marrë sikur një sfidë mes dy persona, sikur një lojë, një garë, po jo në mënyrë pozitive, si për shembull pe sqaroj pak, në atë aspektin vend si garë për të mirë, me çështë të ke parë që është gjysma e imanit, do të thotë se njëri tjetrin do të me ndihmu për me arrit qëllimin, por e marrëm si ti ke gabu këto, ti ke gabu këto, edhe ja numërojmë gabimet njëri tjetrit. E kur ja numërojmë gabimet njëri tjetrit, këtu nizet ai zjarri. Po. Se kur pra janë momente ku njeriu duhet të hiqte. Dhe janë momente ku njeriu duhet të fole. Kjo është ajo që lidhet edhe me pikën që ishte para saj, dhe mendoj se edhe kjo kishe pas qef dëshirë, domethënë që këtë lidhshmëri ta bësh mes pikës së parë dhe domethënë para të cilës e cekëm, se janë momente kur bashkëshorti ose bashkëshortja duhet të hiqte.